Ndoshta në rastin e Valon Beles, ish politikan dhe tani politikolog, mund të gjendet ndonjë arsye, mirë po, në rastin e subjektit jo politik, Hoxhës Bekir Halimit, nuk qëndron asnjë arsye politike përveç logjikës se Edi Rama, i cili ka dështuar në ndikimin politik në Maqedoni që të ndikojë në politikat fetare dhe dëshiron që ta bëjë Bekir Halimin kryetarin e ardhshëm të BFI. Kjo bëhet ushtrim ndikimi me efektin e kundërt. Do me thonë, ai i cili është në listën e të padëshiruarve të Edi Ramës, automatikisht është i dëshiruar dhe i përshtatshëm për qeverinë e këtuhit, për përfaqësuesin politik shqiptar vlen, bile edhe për vetëvendosje Kosovë. E dyta bëhet fjalë për emër të njohur rajonalisht dhe autoritet fetar me zë dhe njeri i cili gjithmonë ka qenë brenda BFI-s. E treta, këtë gjë dëshiron të bëjë një Edi Rama i cili shumë freskët kishte një tentativë të pasuksesshme për të bërë një mini shtet Bektashian. Katërta, ambasadori i tij në vend Denion Mejdani vetëm se ka kryer disa takime me kandidat potencial për kryetar të BFI. Dhe e fundit, krejt ata që njohin politikat fetare në vend e dinë se institucioni i vetëm në Maqedoni që ka mbet ende nën kthetrat e BDI-s është BFI-ja dhe se aty shumë shpejt do ndodhe ndryshim.